Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ola e penduar, nga marrëdhënia me Adionin deri tek eksperjenca në fermë. Historia e dashurisë mes ish konkurrentëve të fermës, Ola dhe Adion, e cila fillimisht u duk si një marrëdhënie e vështirë për të pranuar nga familja, është kurorzuar tashmë me një fejesë pas përfundimit të rrugtimit të tyre në këtë format televiziv. E ftuar së fundmi në emision, Ola ka ndarë detaje rreth zyrtarizimit të lidhjes menjëherë pas daljes nga reality show. Ajo ka treguar se familja e saj kishte pranuar Adionin me një simpati të madhe, diçka që as vetë ajo nuk e priste. Sipas saj, gjithçka u konkretizua shumë shpejt, pasi komunikua në telefon dhe Adioni propozoi që të shkonte të nesërmen për ta zyrtarizuar marrëdhënien. Gjatë intervistës, ish fermerja komentoi dhe momentin e shumë përfolur të hyrjes së vllajit të saj në fermë. Ajo ka mbrojtur veprimin e tij duke theksuar se ai kishte plotësisht të drejtë dhe bëri gjën e duhur në atë moment. Ola shpjegoi se brenda shtëpisë kishte të pamundur t'i vërtetonte familjes vërtetësinë e ndjenjave të saj, por kjo u dëshmua sapo ata dolën jashtë.